Paraja ka histori dhe kur flasim për Shqipërinë, ajo është përballur me shumë sfida. Paraja RFN është ekspozita me fundit e çelur pranë Bankës së Shqipërisë, e cila nuk sjell vetëm një vështrim për historinë, por edhe zhvillimet më të fundit gjeopolitike. Ne do të ndjekim një rrugëtim ku do të zbulojmë monedha, kartmonedha, artefakte, fotografie të tjerë në këtë ekspozit ku do të na shoqërojë përgjegjësia e muzeumeve në Bankën e Shqipërisë, zonja Besa Prela. Stenda e parë, çfarë përmbledh? Pasi do të shohim shumë monedha që kanë bërë histori në Shqipërisë, shumë artefakte, shumë dokumenta. E nisim nga stenda e parë? Po, ju falenderojmë që keni patur interes për ekspozitën tonë, cila titullohet Paraja RFN, 100 vit jetë dhe ngjarje e Bankës së Shqipërisë. Siç ju e prekët, ekspozita është e ndarë me tavolina. Dhe këto tavolina janë të periodizuara sipas viteve të historisë së Shqipërisë. Pasi edhe paraja dhe bankat kombëtare, fillimisht dhe më pas bankat qendrore, janë një gur themeli i historisë tonë kombëtare dhe të çdo kombi që ato i shërbejnë. Në tavolinën e parë, e cila i përket fundit të shekullit 18 dhe ndalon në 1912, një datë tepër e rëndësishme për kombin tonë, do të vini re se përveç monedhave dhe kartmonedhave osmane, është i portretizuar dhe rilindasi jonë shumë i njohur Sami Frashëri. Dhe ne jemi shumë krenar që figurat shquara të kombit lidhen me historinë e paras dhe bankës së vendit tonë. Sami Frashëri në traktatin e tij shumë të famshëm, Shqipëria çka qenë, ç'është dhe do të bëhet, është i pari rilindas që flet në vitin 1899, është i pari rilindas që flet për rëndësinë që ka ngritja e një banke kombëtare, e cila do të godinjë, thotë ai, do të emetojë një para kombëtare për shtetformimin e kombit shqiptar. Dhe prandaj ai është personaliteti i parë në ekspozitën tonë. Më pas kemi kartmonedha, ose siç quheshin kaime osmane, një monedhë osmane në kurush, dhe përbris saj kemi Napoleonin e famshëm, ose 20 frangun francez, një monedhë emetuar për herë të parë në mbretërinë e Francës nga Napoleoni III, e cila ishte, përveç se ishte bazë një unioni monetar latin të kohës në Evropë, ishte edhe një monedhë shumë e përdorur në vendin tonë, e cila ka lënë në rënjë edhe në etimologji, në kulturën tonë, jo vetëm për financat dhe historinë e paras. Po, për të zhvendosur të stenda tjetër, 1912-1914. Po. Në këto vite, shumë të rëndësishme për kontinentin evropian, por sigurisht si pjesë e tij edhe për vendin tonë, janë vitet tona të pavarësisë, por edhe vitet razirash, ngjarjesh të shumta dhe fillimit të luftës së parë botërore. Ju do të shihni se personalitetet e paraqitura në foto janë sigurisht babai i kombit ton, Ismail Qemal Vlora, dhe disa nga ministrat e kabinetit të tij dhe figura simbolike për historinë tonë kombëtare, por fatmirësisht dhe për historinë e bankës tonë. Luiq Gurakuqi, Mehmet Pash Dralla, Eqerem Beli Bohova dhe Petro Poga. Kjo qeveri në tetor të 1913-s nënshkroi koncesionin e parë për ngritjen e një banke kombëtare me dy grupe financiare shumë të rëndësishme për Evropën e kohës, austro-hungareze dhe italiane. Fatkeqësisht, ky koncesion nuk mundi, megjithse u nënshkrua, banka pati një godinë në Vlorë, nuk mundi që të themi të jetësohej, të sillte një monedhë
kombëtare apo të kryente transaksione të rëndësishme. Pasi siç publiku e di shumë mirë, qeveria e përkohshme e Vlorës u abrogua nga fuqitë e mëdha, filluan luftrat ballkanike dhe lufta e parë botërore dhe ky projekt kaq vizionar i Sami Frashërit dhe Ismail Qemal Vlorës nuk mundi që të jetësohej. Dhe te 4 vjeçari tjetër, te stenda e tretë? Sigurisht që 4 vjeçari tjetër i përket viteve të luftës parë botërore, nga 1914 deri në 1918. Ju do të shihni se i është dhënë një rëndësi e madhe Republikës Autonome të Korçës dhe si personalitet ne kemi Themistokli Gërmenjin dhe do të pyesni përse në këto vite ju i keni dhënë një peshë kësaj republike dhe jo gjithë ngjarjeve të tjera që ndodhin në vendin tonë. Kjo është për arsye se Republika Autonome e Korçës, si një entitet që u krijua gjatë vitit 1916, mes patriotëve korçar dhe armatës së lindjes franceze, në praktikat e saj, ajo përfshiu dhe emetimin e një kartmonedhe lokale të Republikës, e cila kishte vlerë në territoret e kësaj Republike dhe është kartmonedha e parë shqiptare, megjithse vepronte në një territor të kufizuar dhe qarkulloi për pak kohë, për 2-3 vite, ajo mban një peshë shumë të rëndësishme historike në historinë e parasë shqiptare. Dhe shpikërisht kjo që është ekspozuar? Po, janë 2 variante të saj. Në 1916 kemi ekspozuar, ajo kishte 2 prerje, 1 frank dhe 1 e dyta frank. Në 1917, kur është emetuar për herë të parë kjo kartmonedhë, nga zyra e financave të krahinës autonome, e kemi prezantuar me prerjen 1 frank dhe 1918 me prerjen 1 e dyta frank. Por ju do të vëreni se ka dhe dokumenta që nuk lidhen me historinë bankare, por lidhen me historinë e vendit dhe ne kemi ekspozuar dhe një kopje të protokollit shumë të rëndësishëm që krijoi këtë republikë. Jemi përsëri në vitet pas luftës parë botërore deri në krijimin e Republikës Shqiptare. Ende nuk Republika e re shqiptare nuk ka mundur që të themelojë një bankë kombëtare. Interesi nga fuqitë evropiane është i lartë, bisedimet diplomatike të fshehta dhe publike zhvillohen në këto vite, në vitet 20, 25, dhe lindë në Shqipëri qarkullojnë monedha të ndryshme nga frangu i mbretërive të ndryshme evropiane, frangu i artë, nga drahmia, lira italiane, dollari amerikan, dhe të hyrat dhe dalat e shtetit tonë llogariten në njësinë franguar. Gjithashtu lind një problematik e cila është shumë e pranishme në shtypin e kohës. Problematika e monedhave të vogla, divizionare, ose si që themi në gjuhën popullore që shërbejnë për kusur. Prandaj ne i kemi dhënë një fokus kartmonedhave që e zgjidhen këtë problematik përkohësisht, që janë ato që quhen kartmonedha lokale ose bashkiake. Po, dhe në dimensione duken pak të vogla. Po, janë të vogla, janë të prodhuara me një letër të thjeshtë dhe pa element sigurie. Por mbajnë në nënshkrimet e kryetarit të arkës bashkisë ose të njësisë administrative që emeton dhe të vetë kryetarit bashkisë. Do të vini re se kemi edhe portretin e një
personaliteti i cili është Albert Kalms. Albert Kalms lidhet me historinë e Shqipërisë në fillimin e viteve 20, kur siç tham shteti i ri shqiptar fillon të ngrej të gjithë infrastrukturën e tij, nga kodi civil, kodi penal, dhe gjithashtu ka një nevojë të madhe për statistika dhe ekspertizë. Prandaj Lidhja e Kombeve e dërgon profesorin Kalms që të vinë në Shqipëri dhe të hartojë një raport mbi situatën ekonomike dhe financiare të Shqipërisë, të cilin ai e prezanton në Lidhjen e Kombeve dhe të cilin studiues të shumt të historisë ekonomisë shqiptare e citojnë dhe e konsiderojnë si statistikat e para financiare dhe monetare të Shqipërisë. Më pas, mbërrim në vitet e Republikës Shqiptare, 1925-1928, cilat janë vite shumë të rëndësishme për historinë e institucionit tonë dhe paras kombëtare. Në 1925 ngrihet banka e parë kombëtare, e cila tashmë funksionon si një bankë qendrore me të gjitha atributet e kohës. Ajo quhet Banka Kombëtare e Shqipërisë dhe gjithashtu dhe Banka Nacionale d'Albania, sepse kjo bankë është koncensioni i kësaj banke, ka aksioner kryesisht të kapitalit italian të kohës. Dhe më pas në 1936 ajo aksionet e saj blihen tërësisht nga shteti italian. Kjo bankë përveç kontributit madh që pati për shtetëformimin shqiptar, formoi dhe sistemin e parë monetar kombëtar dhe emetoi monedën tonë të parë kombëtare, e cila u quajt frangar dhe në fishi i saj u quajt lek. Ajo i dha vendit dhe ndërtesa të mrekullueshme të infrastrukturës bankare, si ndërtesa jonë në qendër të Tiranës, por edhe degët e saj në Durrës, Korçë, Vlorë e në disa qytete të tjera të vendit. Jemi përsëri në të njëjtën periudhë. Po, 1925. Kjo periudhë i dedikohen 2 tavolinat e ekspozitës sonë, pasi themelohet banka dhe kemi shumë për të thënë, por kemi përzgjedhur që të tregojmë për publikun dhe një konvencion tepër të rëndësishëm për Shqipërinë, që është ai i huas për punët botore të Shqipërisë, ose siç njihet ndryshe Fondi Zvea. Siç tham, marrëveshja për krijimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë pati dhe një marrëveshje për nënshkrimin nga ana e Ministrit Financave, Myfit Beli Bëhovës dhe zëvendësministrit punëve botore, Zotit Kota, një konvencion për investimin në punët publike ose botore të Shqipërisë së kohës. Disa fotografi, Urajzogut e tjerë, do thënë që janë disa nga këto investime që janë bërë. Ndërtesat në qendrën e Tiranës, Urajzogut, Porti i Durrësit, shumë ura të tjera, dhe shumë rrugë si rruga Durrës-Tiranë dhe investim në industri. Kalojmë në periudhën e monarkisë shqiptare. Gjatë këtyre viteve, e rëndësishme për bankën tonë ishte ndërtimi i degës ose i selisë qendrore të drejtorisë përgjithshme në Tiranë, e cila është një ndërtesë historike, ikonike e Tiranës edhe të ditëve të sotme. Ndërtesa vjen nga Banka Kombëtare e Shqipërisë dhe arkitekti tepër i mirënjohur për kohën, Vittorio Balio Morpurgo. Gjithashtu kemi paraqitur dhe degët e ndryshme që kjo bank ka pasur, por nga ana arkitekturore më të rëndësishmet janë ato të Durrësit dhe Elbasanit. Në këto vite hynë në tregun shqiptar dhe 2 banka tregtare, që është Banka e Napolit dhe Banka Kombëtare e Punës,
gjithashtu me kapital italian, si dhe u themelua Banka Bujqësore e Shtetit si një shoqëri italiane aksionere. Gjithashtu, banka vijon dhe kryen një aktivitet tepër të rëndësishëm dhe të bukur. Së bashku me emetimin e monedhave të zakonshme, të cilat ishin dhe të arta, sepse ndiqej standardi i arit, ajo emeton dhe monedha përkujtimore, të cilat i kemi të ekspozuara këtu, së bashku me fotografitë e ngjarjeve që ato përkujtojnë. Janë ndër monedhat më të koleksionuara dhe më të rralla shqiptare, por mendoj edhe evropiane. Do të shihni se kemi objekte zyre të punonjësve të kohës dhe kemi dhe kartelat e punës së punonjësve të thjesht, të mesëm dhe të lartë, sigurisht shqiptar, të atyre viteve. Pra këtu do të shihni zonjushën Margherita Noçka, e cila në ato vite ishte ndihmës llogaritare. Do të shihni zotin Filip Çoba, i cili ka filluar punë si ndihmës llogaritar dhe më pas ka vijuar karrierën e tij në bank duke u bërë shefi një zyre të kontabilitetit, dhe zotrin djaloshin Harallam Papa, i cili në kartelën e tij nga shefat e tij italian shkruan fjalët më të mira për aftësitë e tij, dhe fatkeqësisht humb jetën gjatë luftimeve të luftës së dytë botërore në 1944. Në Bankën e Shqipërisë ende sot ka një plak në përkujtim të tij dhe dëshmorëve të tjerë, punonjës të Bankës Kombëtare të Shqipërisë që humbin jetën gjatë luftës. Vjojmë në periudha e pushtimit italian, në periudhën të pushtimit gjerman. E pushtimit gjerman, e cila është një periudhë shumë e shkurtër, por me shumë ngjarje, sigurisht ushtarake, diplomatike, politike, por edhe financiare. Në këtë periudhë, personaliteti ynë, jemi shumë krenar që në personelin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe më pas Bankës Shtetit Shqiptar, bën pjesë dhe një personalitet poliedrik si Mitrush Kuteli, ose emri i tij Penës, ose Dimitër Pasko, i cili përpos vlerave të mëdha që ka për vendin ton, si një shkrimtar, folklorist, përkthyes, është një figurë poliedrike, ishte edhe një nga mendjet financiare, intelektuale të financës më të shquar të shekullit kaluar për Shqipërinë. Ai shfaqet në Bankën Kombëtare të Shqipërisë si punonjës ose si drejtues i lartë në vitin 1943, por ai është marrë thellësisht me këtë bankë, ka qenë një kritik shumë konstruktiv dhe mbi veprën e cilit janë bazuar më pas studime kombëtare dhe ndërkombëtare mbi aktivitetin e kësaj banke, dhe nis me punën e tij të diplomës që e shkrua në vitin 1932, 3 problema në lidhje me Bankën Kombëtare. Do të ndalem te Kuteli sepse është vërtet një personalitet që i ka dhënë shumë vendit tonë, por pak kush e njeh atë kontributin që ai i ka dhënë financave shqiptare. Kemi për publikun shënimet e tij, kopjet shënimeve të tij me dorë, ku ai në mbledhjen e dytë të Beratit, të Këshillit Nacional Çlirimtar, shkruan shënimet e tij mbi, ose si themi ne sot kemi që themi drafton, se si do të funksionojë Banka e re e Shtetit të ri shqiptar pas luftës, si do të funksionojë monedha kombëtare, tatimi. Pra ai shkruan filozofinë e financave shqiptare, por të parë në kuadrin e një të majtit demokratik.
Këtu kemi një intermezzo të ekspozitës son, që i dedikohet çështjes shumë të përfolur, studiuar, si nga studiuesit kombëtar, ashtu dhe nga studiuesit ndërkombëtar. Një çështje që zhvillohet në më shumë se gjysmë shekulli, debati politik, diplomatik dhe gjyqësor. Është çështja e grabitjes së arit shqiptar. Ky ar bënte pjesë në rezervat valutore të Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Ai nuk ruhej në Tiranë, por ruhej në kavot e Bankës Italisë. Sa ka qenë sasia e këtij ari? Sasia e këtij ari të grabitur ka qenë rreth 2300 kg ar, kryesisht i monatuar. Ai, siç tham, ruhej kryesisht në kavot e Bankës së Italisë. Ishte si një shërbim që Banka e Italisë i bënte Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Një pjesë e tij ruhej në zyrat e Këshillit Administrativ të bankës në Rom dhe një pjesë e vogël e cilit gjendej në kavot në thesaret e Xheka di Roma, që është punishtja monetare që shtyp monedat shqiptare të arta, prodhon monedat shqiptare të arta për Bankën Kombëtare Shqiptare. Ne vendosëm që mos ta prezantonim këtë çështje kaq të rëndësishme me moneda të arta, për t'i dhënë publikut një ide të drejtë për drejtë që çfarë është marrë, ose me simulim thasësh me moneda, siç ju shihni në foto, por vendosëm ta prezantonim këtë çështje përmes dokumentave, faksimileve të raporteve shumë të gjata që janë shkruar mbi këtë çështje, si nga Banka Kombëtare e Shqipërisë, e cila e konsideronte arin të saj, aksionerët e saj në Itali dhe gjithashtu dhe shteti italian, si nga Republika Popullore e Shqipërisë, e cila gjithashtu kishte pretendime për këtë ar, dokumentat e Komisionit Tripalësh Ndërkombëtar, i cili ishte entiteti që kishte për detyrë të shpërndante arin në gjitha vendet e grabitura në mënyrë proporcionale, dhe shtete të rëndësishme, si për shembull Britania e Madhe, çfarë mendonin ata, shtetit tyre për këtë çështje. Historia, siç thash, është shumë e gjatë. Por në fakt një ndërthurje, shikojmë një evoluim të paras, por edhe çështje me politikën gjeopolitike. Shqipërisë si ka avancuar? Ajo lidhet me incidentin e njohur të kanalit Korfuzit në vitin 1946 dhe gjyqet vijojnë derisa i jepet një zgjidhje në mesin e viteve 90, ku edhe siç ka nisur kjo histori, Komisioni Ndërkombëtar Tripalësh e njeh këtë ar si ar shqiptar, sepse ai shërbente për të mbuluar qarkullimin e monedës kombëtare shqiptare dhe ai nuk ishte i asnjë shteti tjetër apo i një institucioni siç ishte Banka Kombëtare e Shqipërisë. Vjojmë në periudhën tjetër, e cila shënon një epokë të re për Evropën, botën dhe Shqipërinë sigurisht. Janë vitet e pas luftës dytë botërore. Në këto vite, sistemi politik shqiptar sigurisht që ndryshon, forma e qeverisjes ndryshon dhe institucionet e vendit tonë ndryshojnë. Së bashku me to, dhe Banka Kombëtare e Shqipërisë ndryshon. Koncencioni i saj anulohet në vitin 1945 dhe ngrihet, themelohet Banka e Shtetit Shqiptar, e cila trashëgon bilancin dhe detyrimet e Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Ajo është një bankë tashmë shtetërore. Ju do të shihni këtu shumë lloj kartmonedash, vulash. Po, moneda interesante. Interesante. Janë kartmonedat e parat pas luftës, të cilat përmes simboleve, vulave që mbajnë, tregojnë për dy reforma shumë të rëndësishme monetare
të monedhës sonë kombëtare në vitet 45 deri në vitin 47. Personalitet kemi zgjedhur Konstantin Boshnjakun, drejtorin e parë të Bankës së Shtetit Shqiptar, drejtorin e parë të përgjithshëm. Edhe ai njësoj si Dimitër Pasko është një intelektual i financave dhe i bankingut tregtar, jo vetëm në të vendit tonë, por dhe ndërkombëtarisht. Së bashku me Paskon, edhe Konstantin Boshnjaku nuk është dakord mbi kursin e këmbimit që i vihet frangut shqiptar dhe më pas kthehet në lek. Sa ka qenë atë kohë, ky kurs këmbimi? Po, një lek ose një frang e vjetër shqiptare ishte barabart me 9 dinar jugoslav. Në bazë të shumë konventave me karakter ekonomik dhe financiar që janë bërë gjatë atyre viteve mes Republikës Shqipërisë dhe ish Jugoslavisë, ndërto u krijua dhe një union monetar dhe doganor mes dy shteteve tona dhe u vendos dhe ky kurs, i cili u kundërshtua fort dhe publikisht nga këto dy personalitete, këto dy drejtues të parë të Bankës së Shtetit Shqiptar, dhe fatkeqësisht kjo u përdor dhe si bazë për më pas përgoditjen e tyre politike. Dhe shumë shpejt ata nuk do të jenë më personel i Bankës së Shtetit Shqiptar. Jemi prapë tek e njëjta periudha pas çlirimit? Këto janë vitet vijuese të periudhës 44-48, e cila është periudha e pas çlirimit dhe ajo që njihet në gjuhën popullore si vitet jugoslave të Shqipërisë, pasi është aleati kryesor i shtetit shqiptar, është ish Jugoslavia, nga ku merren edhe krijohen këto unione monetare, doganore, merret ekspertizë, jo vetëm në fushën e financës, por edhe në fusha të tjera. Është dhe një moment i rëndësishëm për historinë e monedhës shqiptare, sepse në vitin 1947, pas një reforme të tretë financiare, periudha e frangave në Shqipëri merr fund dhe monedha e vetme kombëtare tashmë quhet lek. Dhe nuk është më një nënfish i frangës. Kishte vetëm kartë monedhe apo kishte edhe monedha? Jo, sigurisht që me themelimin e bankës parë kombëtare kishte monedhë dhe kartë monedhë. Siç e dim, në vitin 1948 bie perdja e hekurt mes Republikës Popullore të Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë, dhe prandaj ju do të shihni që këtë periudhë ne kemi titulluar si periudha e miqësisë me sovjetikët. Paraja jonë tashmë nuk shtypet më në Jugosllavi, por në Bashkimin Sovjetik shtypet menjëherë në vitin 1949, sepse me të drejtë bankierët qendror të asaj kohe patën frikë pasi klishet e shtypjes kartë monedhës dhe të monedhës ishin në bankën qendrore të ish Federatës Jugoslave, kështu që tashmë shtypet një seri e re kartë monedhash në Bashkimin Sovjetik. Banka në këto vite funksionon, tashmë ajo nuk ka më drejtues me filozofinë e Boshnjakut apo Paskos, të cilët ishin të majt, por kishin një vizion të një tregu social që i shërbente edhe biznesit vogël, edhe qytetarit. Pra, në vitet që ata punuan bank, u kreditua dhe biznesi shqiptar, ai që ishte u krijuan shoqëri aksionere të subvencionuara nga shteti, kurse në këto vite kemi një drejtim të bankës tërësisht mbi ekonominë e centralizuar. Pra ajo i shërbente tashmë vetëm ekonomisë së centralizuar
dhe tashmë nuk ishte më një këshill administrativ, ajo ishte të themi një drejtori e Ministrisë Financave dhe kryente aktivitetin e saj në bazë të planeve 5-vjeçare të zhvillimit të ekonomisë. Po, dhe shperiuda, shikojmë të këtu që janë miratuar 4 huat. Është i përket kësaj? Po. Do të shihni se dhe do të habiteni pse personaliteti kësaj tavoline është i mirënjohuri artisti Kelkodeli. Dhe për ne ishte një surprizë, jo se nuk e dinim që Kelkodeli ka qenë pjesë e personelit bankës, ai ka qenë krye dizenjator në këto vite i Bankës së Shtetit Shqiptar, por kartela e tij vjen nga periudha e ish bankës kombëtare. Pra ai ka nisur punë që në vitin 1943, në mos gaboj, në Bankën Kombëtare të Shqipërisë. Megjithëse ishte diplomuar për artet e bukura në Firenze, Kelkodeli punon fillimisht si ndihmës llogaritar në bankë dhe pastaj nuk e di mende në çfarë periudhe ai bëhet, por e dim që është gjatë pas çlirimit ai bëhet kryedizenjator i Bankës së Shtetit Shqiptar dhe skicon bocetat e para që ne i kemi të ekspozuara këtu në origjinal të lekut të shtypur në Bashkimin Sovjetik. Jemi për periudha e miqësisë me Sovjetikën. Kjo tavolinë është mjaft interesante. Pasi ajo i dedikohet kryesisht 2 kartmonedhave që ne i quajmë të tregtisë speciale, teknikisht, që ishin buonat lek, të cilat mbase publiku i gjerë i lidh më shumë me të famshmet dyqanet e dollarit ose të valutës, dhe bonot e stimulacionit. Duke qenë se ekonomia shqiptare e atyre viteve ndishte një model tërësisht sovjetik, këto lloj kartmonedhash shërbenin për të plotësuar nevojat e tregut, duke mos u ndërthurur në asnjë moment me kartmonedhën normale lek. Për shembull, në rastin e bonove të stimulacionit, në rastet e mbiprodhimit ose për të stimuluar mbiprodhimin e punonjësve në bujqësi apo blegtori, ata paguheshin për kilogram mbiprodhim të zëmë bim medicinale në bono stimulacioni dhe mund të blinin në dyqane të dedikuara mallra me këtë para, me këtë kartmonedhë, e cila përsëri administrohen nga Banka e Shtetit Shqiptar. Prodhohet dhe administrohen nga Banka e Shtetit Shqiptar. Kurse bonat lek, siç e cekëm, i përkisnin këtyre dyqanave speciale dhe i përkisnin të ashtu quajturit tregut arvalut, me qëllim për të mbledhur valutën dhe metalet e çmuara në arkat e bankës, por të shtetit, personat të cilat mund të merrnin valutë nga jashtë. Ata nuk e merrnin realisht të valutë, pra nuk e shihnin asnjëherë. Shteti që në vitin 1950 kishte vendosur kurset për marrjen e kësaj valute në buona lek dhe për shitjen e sendeve në metalet çmuara, monedha, bijuterie të tjerë, kursin e arit të argjendit në buona lek. Është e rëndësishme që nuk pritet me kartmonedhën, sepse ata prodhonin aq sa ishte fondi pagave, ose merrnin importe sa ishte fondi pagave, sepse përndryshe do të kishte inflacion. Pra çdo gjë ishte e llogaritur dhe këto kartmonedha nuk mund të ndërthureshin asnjëherë as me tregun dhe as me qarkullimin në lekut normal që njohim ne. Shqipëria shkëput marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik dhe lidh marrëdhënie të reja me Kinën.
Po. Çfarë ndodh në këtë periudhë me paratë? Në fillimi i viteve 60 është fillimi i revizionizmit të famshëm sovjetik. Pra, Bashkimi Sovjetik rishikon politikat e tij, kulti i individit kritikohet, i Stalinit kritikohet nga politikanët që udhëhiqnin të bashkim të kohës, për shembull Krushovi, që mund ta shohim edhe në video në tavolinë, dhe Shqipëria shkëputet nga Bashkimi Sovjetik dhe lidh një aleancë të fortë me Republikën Popullore Kineze. Për këtë arsye që në vitin 1961 Ministria e Financave Abdul Këllezi raporton se banka duhet të këmbej monedën shqiptare, sepse me të drejtë dhe për shkak të investimeve të mëdha në industri, në bujqësi, por ishin bërë me huat dhe ndihmat sovjetike, ekonomia ka ndryshuar dhe duhet të jepet një kurs i ri monedës lek. Për këtë arsye, nga viti 1961 deri në vitin 1965 punohet për të arritur këtë objektiv dhe lind i famshmi leku i ri, i cili ishte i barabartë me 10 lek të vjetër. Në këtë raport ndryshojnë dhe pagat, pensionet, tatimet dhe çdo detyrim apo e ardhur financiare. Këtu kemi disa nga ka 7 prerje të kartmonedës së re të lekut të ri, e cila hidhet në qarkullim në 1965, por prodhohet në Bankën Qendrore të Republikës Popullore të Kinës në 1964, mbaron prodhimi i saj, nis në 61 dhe mbaron në 64, dhe gjithashtu dhe monedat e reja të kësaj serie. Dhe pikërisht kjo periudhë ku thatë hyri leku i ri nga i vjetër, që në fakt ende dhe sot është akoma kjo problematik. Lek i ri, lek i vjetër, njerëzit akoma nuk janë mësuar. Gabimisht flasin, jo atë që shkruhet vlerë nominale, që shkruhet mbi kartmonedë ose mbi monedë. Ka dhe një moment që lidhet sigurisht me nevojat e shtetit shqiptar dhe por edhe me historinë e numizmatikës shqiptare. Banka fillon për herë të parë, Banka e Shtetit Shqiptar fillon për herë të parë aktivitetin e saj numizmatik. Pra ajo emeton monedha dhe kartmonedha, ata japin një kurs ligjor përmes një vendimi të Këshillit Ministrave, por sigurisht që askush që i ka pas këto monedha në atë kohë në duar nuk i ka përdorur për si mjet pagese, pasi janë në arë dhe në argjend. Është seti i famshëm që emetohet në vitin 1968 në përkujtim të heroit ton kombëtar, 500 vjetorit vdekjes të tij, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kjo tavolin i dedikohet përsëri lekut të ri, gjithë praktikave, protokolleve që ndodhin mes Bankës së Shtetit Shqiptar dhe Bankës së Republikës Popullore të Kinës mbi prodhimin e kësaj paraje, që dëshmojnë dhe për lidhjen e fortë që ne kemi me këtë republikë në ato vite, dhe si personalitet kemi përzgjedhur autorin e boceteve të para të kësaj serie, i cili është skenografi i mirënjohur, artisti Hysen Devolli, që në 1961 me urdhër të Enver Hoxhës shkon në Pekin, së bashku me zëvendësdrejtorin e përgjithshëm të Bankës së Shtetit Shqiptar, për të nisur punën bashkë me bocetet e tij dhe imazhe nga jeta e ekonomia shqiptare, foto të fundit viteve 50, për të skicuar dhe për të
për të realizuar më pas shtypur këto kartmoneda dhe moneda. Ky sendevolli qëndron në Pekin për 3 muaj, has vështirësi, pasi prodhimi i kartmonedës është edhe skicimi i saj, është një punë artistike, individuale dhe pastaj kthehet si një punë në grup. Paraja është fizikisht është një objekt shumë dimensional, pra i ka sigurisht dimensionin ekonomik, financiar, por edhe dimensionin artistik. Dhe kartmoneda, ndryshe nga moneda që është pak më e vogël, i ndërthur të gjitha këto karakteristika i sendevolli, bashkëpunon për të futur elementet e sigurisë në kartmonedë me një grup piktorësh të bankës në Kinë, të Bankës Qendrore të Republikës Kinës, dhe sheh se portretet e skicave e lekëve të para nuk janë tamam ato shqiptare ose evropiane, por ngjasojnë me karakteristika të portreteve kineze. Atëherë punsohen artistët më të mirë të Pekinit dhe mbas një pune të gjatë, a 61-shin, 64-ën, kemi këto kartmoneda. Vitet 1978, duke qenë se marrëdhëniet me Kinën vite ishin ndërprerë, Republika Popullore e Kinës nuk pranon më që të nënshkruaj protokolle për prodhimin e parasë shqiptare, dhe atëherë nisin eksperimentimet e Bankës Shtetit Shqiptar për prodhimin e kartmonedës në vend. Dhe këto kartmoneda janë rezultat i punës së ekspertëve të grupit eksperimental që u ngrit në ato vite, sigurisht janë modele. Ne kemi vendosur këtu dhe gjithë raportimet e tyre për publikun e interesuar, dhe gjithashtu vion me shumë rezultat prodhimi i monedave përkujtimore të arta dhe të argjënta. Një ndër to fiton një çmim ndërkombëtar si moneda më inovative e argjëndit, por ato kishin përshtetin dhe një funksion të rëndësishëm për kohën, pasi bliheshin dhe kontribonin në rezervat e kësaj banke. Pasi ishin vite shumë të vështira për shkak të ndalimit të huave dhe ndihmave nga vendet e mëdha, siç ishte Republika Popullore e Kinës, ish Bashkimi Sovjetik, ishin vite të vështira për sa i përket financave të shtetit, dhe kjo pasqyrohej edhe në financat e familjeve shqiptare. Pra, ne i mbajmë mend periudhën e tollonave të famshëm dhe mungesave të mëdha që kishte tregu i kohës. Kjo periudhë është përsëri e njëjta, përmes fotove që fotografi i mirënjohur Roland Tasho ka bërë në qytetet e ndryshme, Tiranë, por dhe qytetet e ndryshme të Shqipërisë në ato vite, ne kemi pasqyruar të gjithë një pjesë nga jeta, po, por degët e ekonomisë jemi përqendruar, po, tek rënja e prodhimit industrial, mungesa tashmë e ekspertizës, e tjerë. Vitet 90-92 janë vitet e tranzicionit, ose kalimit në një sistem tjetër, atë demokratik. Si gjithmonë përmes fotove, ne pasqyrojmë vështirësitë ekonomike, mungesën e energjisë, radhët e vajgurit, kriza e bukës atyre viteve, rënja e sistemit, me rënjen e bustit, dhe banka e shtetit shqiptar përpiqet tashmë që t'i përshtatet këtij ndryshimi, këtij tranzicioni. Dhe prandaj ne kemi vendosur këtu 2 dekrete. Një për antarësimin e Shqipërisë në Fondin Ndërkombëtar Monetar dhe të gjitha institucionet e Bankës Botërore,
dhe një ndryshim të ligjit Bankës Shtetit Shqiptar në vitin 1990 që jep më shumë atribute, më shumë pavarësi kësaj banke, gjithmonë në kornizën e shtetit socialist. Vitet 92-2001 ne i periodizojmë si vitet e hedhjes së themeleve të ekonomisë së tregut dhe me shumë rëndësi për ne është krijimi, themelimi i Bankës së Shqipërisë në vitin 1992. Është ligji i parë i Bankës së Shqipërisë, i cili më vonë ndryshohet në vitin 1997. Jemi përpjekur që ta falë fotove të fotografit Tasho të pasqyrojmë dhe atë fillimet e iniciativës Lirë përmes këtyre fotove dhe me fotot e selive të bankave të para tregtare dhe momentin historik të ndarjes së tregut, të ndarjes së tregut bankar. Ka tashmë një bankë qendrore dhe me ligjin për sistemin bankar themelohen dhe bankat e para tregtare. Jemi përsëri në të njëjtat vite, këtu përmes disa grafiqeve mbi ecurinë e kursit të këmbimit, rritjen reale vjetore të PBB-s dhe inflacionin vjetor nga vitet 92 deri në vitin 2025, jemi përpjekur që të shpjegojmë vizualisht në mënyrë të thjeshtë për publikun luhatjet dhe të lidhim ato me ngjarjet e kohës. Kemi vënë ligjin që është ende në fuqi sot të Bankës së Shqipërisë, një ligj i vitit 1997. Vitet 2002 dhe 2025 i kemi quajtur kalimin nga kontrolli i paras tek stabiliteti i çmimeve, rruga drejt integrimit evropian. Banka e Shqipërisë punoi për t'u përshtatur ndryshimeve të mëdha dhe kalimit në zbatimin e politikave më bashkohore. Ajo nuk përdor më instrumenta direkte të kontrollit paras, siç përdorte në periudhat paraardhëse, por tashmë ajo ka dhe në ligj objektivin për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, duke përdorur instrumenta indirekte të politikës monetare dhe duke shënjestruar inflacionin, duke vënë një objektiv mbi inflacionin. Përsëri të njëjtat vite i kemi kushtuar një rëndësi të veçantë aktivitetit tonë numizmatik. Ende Banka Qendrore prodhon monedha tashmë pa kurs ligjor, vetëm për qëllime përkujtimore dhe koleksionimi. Më e fundit është ajo dedikuar 100 vjetorit të pavarësisë dhe pak edukim financiar, zhvillimit të sistemit pagesave, pra të themi një lloj instalacioni thjesht që kalon nga portofoli tek paraja elektronike, përdorimi i kartave në postë, tek paraja digjitale. Dhe kjo na çon në tavolinën tonë të fundit, që ja kemi dedikuar të ardhmes së bankingut dhe kemi thënë se SEPA, pra tregu unik europian, sistemi unik europian i pagesave në euro, është e ardhmja që tashmë ka ardhur në Shqipëri. Në këtë tavolinë ne flasim në mënyrë direkte për edukimin financiar, rëndësinë e tij përmes këtyre 4 videove, mbi mënyrën se si inteligjenca artificiale do të ka filluar të ndryshoj politikbërjen, vendimmarrjen e institucioneve edhe si bankat qendrore, çfarë janë pagesa digjitale dhe si ndihmojnë ato vendin, por dhe familjen. Në rastin tonë shqiptare,
dhe një shpjegim për anën financiare të procesit të integrimit evropian. Dhe pikërisht gjithë ky rrugëtim që bëm në këtë rrëfim 100 vite, sa e rëndësishme është edukimi financiar, sa i shërben kjo ekspozit? Shumë i rëndësishëm. Ai është aftësitë ose kultura financiare në ditët e sotme, në shekullin e 21, janë pothuajse njësoj si aftësia për të lexuar dhe për të shkruar, sepse ato kultura pasja e një kulture financiare është një çelës që hap dyer për të pasur marrëdhënie me shoqërinë ku ne jetojmë. Përdorimi i instrumentave financiare, si për shembull huave për shkollim, apo marrjes pjesë në fondet e pensioneve, apo kryerjes së investimeve të duhura në vitet që jetojmë, njerëzit investojnë, por shohim dhe raste që investojnë në burime ose në instanca jo të duhura dhe ka dhe mashtrime. Edukimi financiar është shumë i rëndësishëm dhe për një bankë qendrore është edhe më i rëndësishëm sepse përmes një publiku të edukuar, vendimarrja e saj transmetohet siç duhet në ekonomi. Dy tavolinat e fundit të ekspozitës janë disi më të veçanta, sepse ato tashmë kryen edukim financiar përmes koleksioneve etnografike që Banka e Shqipërisë ruan në muzeun e saj dhe në thesarin e saj. Këto koleksione, ose një përfaqësi e tyre, është në këto dy vitrina, dhe ju do të shihni se ne ja kemi dedikuar tavolinën e parë koleksionet dhe të përdorura nga gratë dhe më pas nga burrat, i përkasin fundit shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit 20. Arsyeja pse Banka e Shqipërisë i ruan këto koleksione të çmuara, por edhe nëse nuk janë aq të çmuara, ato kanë një vlerë të madhe etnografike, është përsëri tregu i arvalutës. Ne folëm pak më përpara për buonat lek. Në vitin 1951 u krijua tregu special arvalut. Shteti shqiptar me qëllimin për të mbledhur, për të grumbulluar valutën e ardhur nga emigracioni. Dhe stolit prejari, argjëndi dhe gurët e çmuar krijoi këtë treg. Siç unë ja u shpjegova, i vuri një kurs valutës huaj dhe shitjes metaleve të çmuara dhe gurëve të çmuara, dhe të gjithë këtë proces e administronte Banka e Shtetit Shqiptar, jo vetëm për shitblerjen e këtyre lloj objekteve dhe valutës, por edhe për administrimin, thesarizimin e tyre, të cilën e mbante, i kategorizonte si objekte në ruajtje ose objekte për të shitur, kryesisht i shisnin jashtë, për të përfituar të ardhura për arkat e shtetit. Kjo shpjese, po, ju e thatë për... Është njësoj, të merrni. Këtu është për shembull që çmimi i blerjes 1 kilogram argjendi me këtë përmbajtje për 900 buona lek. Pra, bëm këtë rrugëtim, ku janë këto para, janë këto dokumenta, këto fotografi që flasin për një shekull. Një thirrje ndoshta edhe për të gjithë që mund ta vizitojnë dhe të njihen me këto fakte interesante dhe me këtë historinë e popullit shqiptar. Po, faleminderit që e cekët këtë. Ne, si në rastin e Muzeut të Bankës Shqipërisë në selin ton qendrore numër 1 në sheshin Skënderbej në Tiranë, vizitorët janë të mirë pritur, hyrja është e lirë, sigurisht pa pagesë, dhe kryhet në çdo ditë pune, të hënë, të martë, të mërkurë, të enjte dhe të premte, gjatë orarit zyrtar të funksionimit të institucionit.
Faleminderit Zonja Prela. Falenderoj për gjithë këtë rrugëtim që bëm së bashku në një shekull duke folur për gjithë të histori, për evoluimin e parasë shqiptare deri tek objektivi antarësimi në SEPA. Faleminderit. Njëqind vite histori ku vërtet paraja rrëfen. Ishim në këtë udhëtim unik në këtë ekspozitë të çelur pranë Bankës së Shqipërisë, e cila do të jetë e hapur për publikun deri në muajin korrik.